Po, ki parasysh një gjë që ajo që thot Trumpi për Netanyahu është e vërtetë, ka qenë e vërtetë më parë. Ai rrezikon burgun realisht, shkon 3 herë në javë në gjykatë në Tel Aviv. Por ai rrezikon një gjë më të rëndë, gjë që është interesi dhe i Trumpit, që në 15 shtator këtij viti humba zgjedhjet. Dhe i duhet se s'bën një fitore diku, pasi ka 4 vjet që bën luftra dhe janë luftra pa fitore, qoftë në Gaza, qoftë Liban. Se me Iranin e pam që është një gjë, siç e patëm paralajmëruar në këtë studio, e pabëshme. I duhet një fitore që ta përdor si kartë elektorale në zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhjet janë pas 3 muajsh dhe është vërtet që presidenti Trump i bën presion Netanyahut, po nga ana tjetër Netanyahu nuk se ka rrugë tjetër. Kështu që ka shumë mundësi që Izraeli të vazhdojë në mënyrë unilaterale edhe në Gaza edhe një herë edhe në Liban, në mënyrë që kjo të jetë karta e fortë politike e Benjamin Netanyahu në zgjedhjet e ardhshme në Izrael për të mos humbur pushtetin, pasi presidenti i Izraelit hoqi çdo lloj shprese pikërisht presidentit Trump për një falje të kryeministrit Netanyahu, dhe kryeministri Netanyahu ka shumë qartë që nëse s'do jetë kryeminist, do shkojmë. E ndihmon dot Trump në këtë pikë? Do ta ndihmonte nëse do ta ndihmonte, jo, nuk po prishet aleanca. Aleanca tregon problemin. Një shenjë krisi është kjo. Krisja vjen si rrjedhoi e faktit që nuk fitua lufta në Iran. Ishin izraelitët që ja mundën e mbushën mendjen presidentit të SBA-s, pikërisht David Barnea, ish drejtori i Mossadit që u ndërrua dje, edhe kryeministri Netanyahu që i thanë që me vrasjen e Khameneit jemi të sigurt që kurdët do ngrihen, ushtria do ngrihet kundër gardës, do ngrihen regjimi do bjerë. Irani do shkatërrohet me ekonomi e tjerë, ndodhi saktësisht e kundërta. Kështu që nëse nga një anë kemi zgjedhjet në Izrael, kemi edhe zgjedhjet në midtermit, pra pas 5 muajsh në Amerikë. Që ka dhe ai problemin tjetër elektoral, dhe nuk është problem i vogël. Ndërkohë jemi në një situatë që nuk po ndodh asgjë, as progres, as regres në raport me zhvillimet lidhur me Iranin. Asnjë arom marrëveshje qoftë edhe largët. S'ka si të ketë marrëveshje, sepse që të ketë marrëveshje Irani duhet të humbte luftën, që tulet dhe të merre vesh. Irani s'e ka humbur luftën, si do ketë marrëveshje. Po si do shkojë kjo punë? Siç ka vajt. Ka dalë ajo që ti the, që lufta do të zgjas, po siç ka vajt 40 vitet e fundit do vazhdoj. Se çështja është që këta i hynë në mënyrë shumë të lehtë Iranit me mendimin që shikoj edhe me Bashar al-Assadin zgjatë 12 vjet, jo më me Iranin. Siç ka zgjat. Do të thonë çështja është që ne do shohim që këta u nisën për të rrëzuar regjimin Iran, tash i shohim mos do rrëzoj regjimi i Iranit Netanyahu. Mirë, se kjo situatë nuk mund të vazhdojë kështu, një zgjidhje. Kush tha që s'mundet? Një zgjidhje vetë, po sepse sigurisht e them më herët që Trumpi do të përballet me zgjedhjet e mesmandatit në vendin e vet, sondazhet po e nxjerrin gjithmonë më humbës. Ky është problemi i Trumpit. Rënje besueshmëria. Ky është problemi i Trumpit edhe i faktit që Trumpi bëri këtë autogol, sepse ki parasysh në të njëjtën kohë Irani ka filluar furnizimin me naftë të Kinës nëpërmjet trenave. Dhe për 2 vjet besojmë mbarojnë gasjellsin dhe naftsjellsin që kalon nga Afganistani. Që Pakistani ka mbajtur anën e Iranit dhe ka qenë vendi ku është negociuar, por Pakistani në të njëjtën kohë është lidhur me Kinën. Që Kina para 3 vjetësh negocioi marrëveshjen mes Arabisë Saudite dhe Iranit. Ky është problemi. Prap sot Irani ka, pasi ata bombarduan amerikanët atë ishullin e famshëm aty afër Hormuzit, Irani bombardoi Kuvajtin, Katarin, Arabinë Saudite etj. Ky është problemi. Nuk të tjerët nuk janë të gatshëm për luftë, ndërkohë që Irani ka qenë i gatshëm për luftë. Pra që të ndodh kjo gjë duhet të ketë një fitore. Pra për çfarë do dorëzohet Irani kur Irani nuk e ka humbur luftën? Zakonisht marrëveshjet ndodhin pasi ka mbaruar lufta dhe pasi ka një rezultat tipik luftës. Dhe fakti që ne shohim që
kryeministri i Izraelit i thot presidentit Amerikës që unë po do vazhdoj në mënyrë unilaterale, e ka qartë që mund të humba zgjedhjet. Pra, do të shohim panoramën e madhe, po në panoramën e madhe do shohim çdo panoramë të vogël. Ke dëgjuar më ti nga lufta të flitet për protesta brenda në Iran? Jo. Pse? Sepse unifikuan goditjet nga jashtë, nga Izraeli. Ki parasysh që u godit Irani mes muajit Ramazanit. Nga kush? Nga Izraeli. Nuk goditet një vend i shumicës islame pikërisht në mesin e muajit shejt. Mundur. Se i bashkon ata njerëz. Unë e di shumë mirë që sauditët, katarinët, Kuvaiti, Iraku, arabët përgjithësi nuk e se kanë ai qeft madh të jenë me Iranin. Po kur e shohin rrezikun, unifikohen. Siç unifikua dhe Pakistani dhe Turqia. Se tani çfarë kuptuan palët? Palët kuptuan që Izraeli që nga një fuqi bërthamore. Që edhe Irani po bëhet një fuqi bërthamore. Raketore e sigurt, domethënë, se pa me sytë tanë. Atëherë këta që janë në mes, çfarë do bëjnë? Edhe këta do kërkojnë armën bërthamore. Dhe zoti Trump është i detyruar që të mos dëgjojë vetëm Izraelin, po të dëgjojë edhe arabët, pse se borxhin publik kush po ja blen? Katari me Arabinë Saudite. Po nëse ata nuk shesin dot më naftën dhe gazin, çfarë do të blen këtë borxhin publik të Amerikës? Të investimet në Amerikë, çfarë do të bëjnë? Pra, unë mendoj që do të kemi një periudhë as kështu as ashtu, domethënë një periudhë lufte me intensitet ulët, po të vazhdueshëm, në mënyrë që shmangim luftën e madhe botërore, derisa të shohim si shkojnë proceset zgjedhore edhe në Izrael edhe në SBA. Pasi në Arabi Saudite nuk ka sjellje. Tani, ka edhe një pikpyetje të madhe kjo punë, sepse çdo ditë administrata amerikane i kujton Iranit, por jo vetëm që SBA është superfuqi. Po superfuqi. Si ka mundësi që një superfuqi si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë me se ka lidhje ky lloj ngërçi dhe kjo paftësi për të tejkaluar këtë situatë? Me faktin që SBA-ja nuk i kishte të gatshëm 1 milion ushtarë që të vriteshin për të pushtuar Iranin dhe për të rrezuar regjimin. Shumë e thjeshtë. Në SBA-ja është fuqia më e madhe botërore, pa dyshime më të vogël, por është shpërndar gjithë botën. Tani kush është prioriteti? Qofse prioriteti vazhdon dhe ngelet ajo që ka thënë presidenti Trump kur ishte në opozitë, pra BRICS-i, ka me Kinën dhe me Rusinë. Kush është prioriteti? Poliveriut, qofse prioriteti ngelet Poliveriut, duhet merret vesh, siç kemi thënë, me Rusinë dhe me Evropën, me atë pjesë të Evropës që ashtu. Kush është prioriteti? Amerika e Jugut. Në Amerikën e Jugut popullsia është katolike, është hispanike. Duhet merret vesh edhe me Spanjën dhe me Vatikanin. Ndërkohë me gjithë këta ky është në luftë, konflikt. Pra, unë mendoj që pika e kthesës është gabimi i fillimit të luftës në Iran. Tani që kanë filluar shumë vështirë dalësh. Sepse që të ndodhi ajo gjë që kemi thënë, pra, po, duhet 1 milion ushtarë. Ka edhe plan B dhe plan C, nëse dështon aja. Po si ka, sepse për një superfuqi, thënë? Nuk, po si ka. Kjo tregon një nga dobësitë që ka superfuqia, sepse nuk i ka, sepse ka provuar dhe në të kaluar, kemi parë me Irakun, e kemi parë me Afganistanin. Qofse sot SBA-ja me NATO do ishin në Afganistan, Irani do ishte shumë më i dobët se që sot. Por nuk është më. Dhe ikun 2020-ën. Pra, prandaj thash, është një moment jo i mirë për perëndimin. Shiko, nuk dia të kujtohet Covidi. Kujton ato pamjet që i mblidhin të moshuarit e shkret me thas nëpër Itali dhe hidhin nëpër kamiona? Çfarë na tregoi? Që kjo BE-ja që ne kemi njohur, kjo NATO etj, se ditë e zezë ishte ajo, Italia një nga vendet më të rëndësishme të botës. Nuk ju gjend, nuk e asistoi. Nuk kishte as nën 5, as nën 4, asgjë. Çoi Edi Rama një autobus me kështu me infermierë nga Tirana, nëse të kujtohet. Po, se u bë edhe lajm. I shumë komentuar. Tani ka një problem në mënyrën se si funksionon perëndimi dhe unë shpresoj që krizat t'i bëjnë më të fortë sistemet, sepse sistemet vjen në provë kur ka kriza. Por që t'jemi 100% të sinqert. Unë jam shumë i dyshuar që mund të ndodhë kjo gjë. Dhe unë shoh si u sot BE-ja me ne, me rajonin tonë, e në mënyrë veçantë me vizat e Kosovës. Do të thënë, me ne që jemi të dobët bëjnë të fortin. Me të fortët bëjnë dobtin. Kështu që ajo që ndodh në Iran, që ndodh në Hormuz,
de facto është një pafuqi e Perëndimit për të bërë gati 1 milion të rinj për të çuar për të luftuar dhe për të rrezuar regjimin Iran. Pse se do ketë shumë të vdekur ajo luftë, nëse ndodh. Po ka kost. Dhe pasi je tërhequr nga Afganistani dhe pasi ka ndodhur ajo që ndodhi në Irak, nuk besoj që do ta kesh dot mbështetjen e popullsisë tënde që për të mbajtur Bibi Netanyahu në pushtet të rrezikosh jetën e 1 milion njerëzve. Kjo është arsyeja reale e konfliktit e debatit publik në telefonat mes dy mijëve, Donald Trumpit dhe Benjamin Netanyahu.